Këto pamje janë tashmë pjesë e panoramës vjeshtore të Tiranës së Edi Ramës. I gjithë kryeqyteti është futur në një trazirë të rëndë si pasojë e prishjeve akute, të dalë nga mendja e kryeministrit pas zgjedhjeve. Një operacion që nisi vetëm për të provokuar një kauz kundër Erion Veliajt, por që në fakt po traumatizon njerëzit dhe komunitetet në lagjet e ndryshme të Tiranës. Lokale dhe biznese ku ishin investuar shumë para dhe ishin punësuar disa qindra njerëz, janë gjetur papritur përballë një akti dhune shtetëror që ka ndërprerë në mes aktivitetin e tyre. Një pjesë e madhe e këtyre sipërmarrjeve ishin ngritur në ambiente të marra me qira, ku pronarët kishin investuar shuma të konsiderueshme për të krijuar hapësira funksionale dhe tërheqëse. Këto janë kryesisht baret e kafenet në lagjet periferike të kryeqytetit, ku klientela ishte pjesë e përditshme e jetës së komunitetit. Tani pas dhunës së shtetit, që ka prishur verandat dhe strukturat ndihmëse, shumë prej tyre janë detyruar të mbyllen. Në disa raste, lokalet janë shkatëruar deri në themel, pasi çdo gjë, pllaka, mobilje, instalime ishin investimi qiramarrësit. Kjo situatë ka prodhuar edhe konflikte mes pronarëve dhe qiramarrësve, të cilët kanë mbetur me humbje të mëdha dhe pas një sqarim nga shteti. Kemi të bëjmë me një akt të hapur dhune të pushtetit ndaj qytetarëve të vet, pa kriter dhe në shkelje të çdo ligji, dhe pikërisht këtu qëndron drama më e madhe. Shqipëria ka një opozitë që duhet të ishte në barrikad për të ndaluar këtë masakër, që nuk është vetëm urbane, por ekonomike dhe njerëzore. Fushata e Partisë Demokratike për Tiranën duhet të kishte nisur pikërisht këtu, me denoncimin e prishjeve të egra që po shkatërrojnë jetën e qytetarëve. Kauza e parë e opozitës duhet të ishte mbrojtja e qytetarëve nga barbaria e pushtetit, jo lufta për emra kandidatësh. Një betejë e tillë do të jepte opozitës frymën e një lëvizjeje politike dhe qytetare, jo të një klani emrash të konsumuar. Jemi në mes të tetorit, gati 2 muaj pas fillimit të këtij operacioni barbar që ka prodhuar trauma sociale dhe ka prishur qetësinë ekonomike të qytetit. Kjo situatë që po përkthehet në më pak punësi, më pak të ardhura dhe më shumë tensione shoqërore. Nuk bëhet fjalë për ca kafene më pak, por për një familje që ka humbur të vetmin burim jetese. Në Durrës përpara 2 ditësh, qytetarët që ende nuk kanë marrë bonusin e qiras për shtëpitë e shembura nga tërmeti 2019-s dolën në protest. As aty opozita nuk ishte. Ajo nuk e përkrau këtë kauzë nga frika se mos Edi Rama dele thot se po ndërton shtëpit, por Rama nuk po i rindërton shtëpit me paratë e lindës, i rindërton me taksat tona. Nëse opozita nuk del të përballet me pushtetin në këto beteja reale përse ekziston, për të imituar Edi Ramën apo për të bërë zëri atyre që po i rrënojnë mes ekskavatorëve.